detyrimisht që për veprat penale të sulmit të ketë kontakt fizik. Pra vetëm mënyrën që të afrosh dhe në mënyrën që ti të tenton ta sulmon, ajo është vepër penale, pra aty shifet dhe është e rregulluar në dispozitat procedurës dhe është praktikë gjyqësore. Ndërsa në këtë rast dy vepra është të konsumohen, për prokurori ka njëruar, i ka tejkaluar, pra vepra penale e sulmit, pra aty fitore Pacolli nuk ka bërë kontakt fizik, po ka sulmuar dhe ka shtyr, ka nxitur asistentin e tij që ta sulmojë. Dhe janë fjalë se si i përdor fitore Pacolli, si shipet, se si i afrohet zoti Agit Pashnikut, ky disi i shmanget rrezikut se mund të sulmohet, e ndërsa shifet në video se si fitore Pacolli jep isharet shej asistentit të tij që ta sulmojë. Dhe ajo video është kopër disi shumë më mirë kur në një moment kur vetë largohet fitore Pacolli, asistenti i tij e ngre dhe shifet ajo shtyrje nuk i përngjon shtyrjes normale, një shtyrje e zakontë, e rëndom. Po shtyrie që shkon ka sulmi fizik. Ai sulmi fizik i shtyr nga asistenti, ajo e lind problemin se këta kanë konsumuar përgjegjësinë penale. Por për prokurorin, kjo është trajtuar si irrelevante dhe si diçka e dorës dytë dhe nuk ka ditur të ta peshojë mirë situatën dhe nuk është ekspert prokurori që na ta konstatoj mënyrën se ka pasur sulm. Ekspert është. Për çato i kemi të paguar ekspert në gjykata, ekspert i lëmisë të sigurisë, dhe do ta përcaktoj se a ka pasur vepër penale ditë, a ka pasur sulm dhe çfarë natyre sulmi do kon. E jo të ta shkaloj gjitha këto dhe sot fitore Pacolli ta fitoj këtë betejë gjyqësore, kur zonja fitore Pacolli edhe mua, posa që jam kyçur si avokat, në Facebookën dhe në profilin e saj, ka marrë fotografinë time dhe ka qitur në story, dhe aty ka shkruar, ja, ky është ai avokati që mbron dhunuesin. Pra ka shkuar deri në atë mos që fitore Pacolli edhe familjen e zotit Agit Pashnikut e ka përsekutuar në Facebook për mënyrën se ky është ai qytetari dhe gjithë militantë disi më budallë të themi,